Po thuhet në projektet e depistimit i hepatitit B, apo jo? Dhe sigurisht edhe sëmundjeve të tjera të transmetueshme. Pse këto sëmundje janë ende një sfidë për shëndetin? Sepse meqense përmendëm këtë mjekësim parandaluese, të bëjmë edhe një thirrje për personat të cilët duhet të bëjmë patjetër kontrolle shëndetësore, analizash, ka njerëz që s'ka bërë kur analizën e jetën e tyre. Po, është e vërtetë që na vijnë persona të cilët asnjëherë nuk kanë kryer asnjë lloj kontrolli mjekësor, sepse ecim gjithmonë me atë idenë që nëse ne nuk do kemi shenja, pra nuk do kemi dhimbje, shkojmë te mjeku vetëm kur jemi në fazën e fundit. Atëherë shkojmë. Por përpara viteve 90, ne kemi për shkak edhe të kalendarit të vaksinave për hepatitin B, që nuk është bërë në atë kohë, pra ka filluar pak më vonë nga 95-a dhe kemi evidentuar që nëpërmjet dhurimit të gjakut ka pasur persona të cilët e kanë kaluar, por që shumica e tyre mund të kenë qenë asimptomatik, nuk e dinë se hepatit kanë kaluar dhe vetëm nëpërmjet dhurimit të gjakut ata e kanë marrë vesh që nuk mund të dhurojnë më kur gjak dhe më pas ne i shkruajmë edhe rekomandime se çfarë duhet të bëjë dhe ndjekjen që duhet të ketë në vazhdimsi. Pasi jo vetëm që dhurohet gjak, por gjaku i dhuruar ne i bëjmë një sër analizash. Pra është një paket e gjërave të analiza. Si që dhuron e kefalas që kushton aq lek të konsiderueshme dhe ne jemi akredituar për analizat që bëjmë tek qendra e gjakut nga Komisioni Evropian që ka ardhur na ka sjell mostra në mënyrë të pavarur dhe ne kemi çuar rezultatet dhe pa e ditur se çfarë kishin këto mostra dhe kemi marrë pikërisht pikët maksimale. Dhe kjo është një standard ku ata janë shprehur shumë qartë që gjaku i marrë në Shqipëri është 100% i sigurt. Dhe ne ofrojmë përveç kontrollit për antitrupa të parregullt anti-eritrocitar, bëjmë grupin e gjakut me të dyja metoda direkte dhe indirekte. Gjakun total, pra grupi patjetër analiza po, faktorin rhezus, pastaj bëjmë disa parametra bioklinik që janë shumë të rëndësishëm, siç është kolesteroli, trigliceridet, proteinemia, kreatinemia, pra një paket sepse ka persona të cilët nuk e dinë që kanë një kolesterol të lartë apo trigliceridet. Pra ne nëpërmjet këtyre analizave u japim dhe rekomandimet e nevojshme se çfarë duhet të bëjnë ata në vazhdimsi, sepse e rëndësishme është që ne ta mbajmë të dhurues, nuk është... Kjo është një stimul në fakt për dhuruesit, pra ata që na ndjekin, ju bëhet paketa e plot, dhe ato që nuk mund t'i bëni dot në laborator se edhe kushtojnë në farë mënyre, agenti efektiv për shemb, nuk mund të shkojë të bëjë kushdo person, vetëm kur ka një indicje, po themi në shëndetin e vet, që është hepatiti B, C, HIV-i edhe sifilizi, që është shumë të rëndësishëm për pjesën e sigurisë së gjakut dhe që testohet çdo njësi e dhuruar. Pra ne themi dhurojmë gjak, shpëtojmë jetë, por mbi të gjitha parandalojmë apo zbulojmë ndonjë problem shëndetësor tonin, sepse kryen një sër analizash apo jo gjatë këtij procesi. Po, nëse mund shtoj diçka sepse është një ndër objektivat kryesorë të projektit në bashkëpunim me San Rafaelen, që kemi bërë një pyetësor të cilin japim dhuruesve të gjakut në momentin e dhurimit, me siguri është vullnetar. Pra të gjithë ato që shprehin dëshirën për të bërë pjesë e pyetësorit, plotësojnë disa të dhëna. Çfarë përmban pyetësori? Pyetje të ndryshme në lidhje me stilin e jetesës, në lidhje me dimensionet e personit. Pra janë pyetje shumë të thjeshta dhe bazinë në lidhje me historikun shëndetësor, nëse ke patur ose ke në familje dikë që ka një smundje, e gjëra të kësaj natyre. Pastaj ne kombinojmë përgjigjet e pyetësorit bashkë me rezultatin e analizave që bën qendra e gjakut dhe algoritmi i klasifikon personat që janë me rrezikshmëri të mundshme në një kategori të veçantë dhe pastaj bashkë me laboratorin Maggi Balkan realizohen disa analizat të tjera shtesë dhe këtu kemi një kuadër të përgjithshëm dhe nëpërmjet këtij kuadrit përgjithshëm ne mund t'i japim një përgjigje personit që t'i drejtohet një kontroll më të specializuar që bëhet pastaj nga mjekët e sistemit të shëndetësisë në Shqipëri. Pra ideja jonë ka qenë kjo që nëpërmjet këtyre instrumentave përveç se dhuruesit edhe personit nga aspekti shëndetësor që dhuron, t'i japim një diçka shtesë për të parandaluar rreziqet e mundshme shëndetësore. A do të shkohet drejt mjekësisë parandaluese se sa kuruese? Ishte një dëmë interesante, përse gati kemi bërë 20.000
pyetësore, përmjet notarisë se kjo bëjnë me privacy, me doktoresa nga qendra. Edhe ishe interesant të dhëna, përse kemi bërë një konferenca, tani ishte Federata Interkontare e Durimit të Gjakut, neve jemi pjesë, si që e fjodзë, ishe tani në 1 muaj, 2 muaj pra para, edhe ishe në të interesant e di një profesor nga San Raffaele, që bërë kjo analizën të gjitha pyetësore, për shembull, ishe 2 gjëra, që për kjo do të bëj një lajmërimi për Shqipëria. Një ishte tendenca për obeziteti, ka ose gati 25% persona janë tendenca. Kjo nga ushqime, ndoshta jeta, ushqime keqe, do me thonë, edhe pas e pi cigare. Ishe një rritje, ka një rritje edhe për femra pi cigare. Edhe për kjo neve, kur bëjmë kjo lajmërimi për durimit e gjakut, bëjmë edhe si një kultura, si ka thënë doktoresa, ose një kultura për një jeta me mirë, me shëndeshme. Për shembull, adje pyetësore ishe për shembull sa ere hani fruta, misurojnë dhe barku, këtë konferenca, kjo dhëna pasaj na jep një informacion e tepër edhe për Ministre Shëndetësisë. Për të bërë statistikat cilat mungojnë për ishtë së vërtetës në vëndin tonë. Mund të bëjnë diçka një përandalimi vërtet, për shembull, kundër, përse obeziteti krijon pasaj problemi me zëmundje kardiovaskulare. Ke një raste konkrete në ato që ne themi parandalim, pra përmes këti akti të dhurimit të gjakut, dikush të ketë parandaluar një sëmundje? Ne kemi para një Mike Shantona, që ishe një profesoresa, e ishe durusët e rregut të gjakut, edhe nga filimi bërë pasaj një alarme, analiza, edhe ka kontroluar pasaj ishe filimi një kancer e gjoksi, ka parandaluar, tani është në pension, jeton akoma, edhe tregon gjithmonë në përmjet durimit të gjakut kanë shpëtuar edhe për veten. Duke tentuar të shpëtosh jetën e 3 personave, ke shpëtuar dhe veten tënde. Kemi edhe rastet e tjera shumë interesante. Njerë me mora një quni ka duruar gjak, e doli nga qendre, kanë shkruar, përse ti ndoshta je mbartës i talasemi. Mbartës i talasemi tregon nuk është zmuru, nuk ka nevojë për gjak, ma ka një do me thonë hemoglobina, diferenca hemoglobina, ke në qofë se martoj me një tjetër personë mbartëse, mund të, edhe kjo ishte trembur, sa, mund ka jam me talasemi. Jo, kjo është një parandalim, se ti tregonë që je, kërë martohet, do të bëjnë një analiza për edhe gruen e vetë, mos keni fëmi me talasemi major. Për shembull, edhe kjo është një rasti konkrete, kërë në Shqipëria kemi shumë 8% e persone janë mbartëse, është një informacion me tepër, bëjnë një parandalimi vërtet.